Po çdo deklarat, edhe kjo deklarat, nëse shohim në aspekt politik, është deklarat mirëqen, është deklarat që në farë forme po analizohet mundësia për marrjen e gazit ose për kyçet në projektet amerikane. Mirë po mendoj që kjo deklarat është e tejkaluar, sepse është koha që të ndërmerr veprime edhe të merr një vendim, sepse vetë fakti që deklaron që jemi ende duke ne analizuar ne kërkesë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mua nuk është korrekte, nuk është e nivelit duhur, edhe në aspekt njerëzor, profesional, edhe politik, edhe geopolitik, sepse botënisht janë deklaratat edhe të ambasadës amerikane edhe të State Departmentit që Kosova rrezikon që të mbetet jashtë këtij projekti, si vendi vetëm në Evropën juglindore. Këto vonesa nuk janë të mirëseardhura, dërgojnë mesazhe jo të mira te aleati strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe çka është më e rëndësishme, sado që të vonohemi, ne humbim në aspekt moral, në aspekt material, në aspekt politik, në aspekt geopolitik, sepse kërkesa eksplicite e Shtetet e Bashkuara të Amerikës rreth gazit natyror që tenton ta plasojë në Evropë, në Ballkanin jugperëndimor, është që të ndalet hapësira e Rusisë për deportim në të ardhmen me ndikim për energji, sepse tash e shohim që ka shumë kërkesa dhe shumë labilitet rreth furnizimeve, rreth çmimeve, atë sa më shumë që shkon kohë, mundësia e ndikimit edhe komercial, edhe politik, edhe geopolitik është e madhe, edhe e mundshme. Ta themi pa doza, është një shpresë e madhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po hinë edhe në Kosovë, edhe me një formë të tjetër, një formë të gazifikimit ose të ndërprerjes ndikimit të gazit rus në Ballkan edhe në Evropë. E dyta është elementi tjetër që Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Kosovën e kanë prioritet. Elementi edhe më qendror për mua është ajo që mendoj që çdo qeveri normale nuk është dashur ta mendet fare ta merr këtë gaz. Janë shumë elemente pse po them këtë. Nganjëherë kur ka elementi që mund me pas një kosto pak më të lartë, vetë fakti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë sponsorizuesi i pavarësisë Kosovës, vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ata që e ngritën aeroplanat për Kosovën, vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me aleat janë ata që po e mbrojnë sovranitetin e Kosovës, mendoj që nuk ka nevojë për koment të tepërt. Unë nuk jam ekspert i kësaj fushë, mirë po më parim po e mund s'po komenoj që qeveria që mendon që të arrisë ende atë garën politike, ngritjen e imazhit vet, arritjen e synimeve në politike në të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë po unë mendoj që kjo formë nuk është e mirë. E dim botënisht gjithë ata që kanë përcjell e deklaruar edhe një herë të kjo, edhe një herë po ripërsëris. Pas luftës Ukrainë-Rusi, gazi rus ishte shumë i çmuar edhe për Evropën. Mirë po, duke pa që vendet evropiane orientuan ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia bënte një lojë shumë të ulët, nivelit të ulët edhe me çmim edhe me furnizim. Andaj ndërsa gjithë ata që prap e përcjellin politikën e dinë që Gjermania ose Shtetet evropiane, pjesa më e madhe kanë qenë të varura nga gazi rus, më shumë se 80% të kompanive ose fabrikave të atyre shteteve. Andaj, në një moment të tillë, kur ngërçeve politike ose ushtarake, kjo mund me ka një faktor që mund me ndiku shumë fuqishëm për ndikim.